Personi i varur mbrëmjen e Sodom në Babru me thik është identifikuar. Mësohet se i vari me thik ka ngelur Hajdar Ismail Geci, i moshës 40 vjeç. Komës, informacion shtesë, një vijim të informacionit të dhënë pak më parë. Ju informojmë se është identifikuar viktima shtetasi HPI 40 vjeç. Grupi hetimor po vjon veprimet me qëllim zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes. Ende nuk dihet arsyet e vrasjes apo autori i krimit të rënd, ndërkohë që viktima është transportuar në morg, ndërsa autori ende nuk është identifikuar.